Komuniteti shqiptar në Michigan është tronditur thellë nga vrasja e Francesc Shkambit, 44 vjeç, i cili u qellua për vdekje me armëzjarr jashtë restorantit ku punonte. Ngjarja ndodhi në parkingun e lokalit Prime 7 ku Shkambi ishte i punësuar prej disa vitesh. Sipas autoriteteve amerikane, viktima u gjeti plagosur rënd dhe pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë mjekësore nuk mundi të shpëtonte. Policia arrestoi menjëherë një të dyshuar i cili aktualisht mbahet në burgun e qarkut Oakland dhe pritet të dalë përpara akuzave zyrtare ditët e ardhshme. Deri tani nuk është bërë ditur motivi i krimit, por deklaratat e familjarëve kanë shtuar se ngjarja nuk ishte e rastësishme. Të afërmit e Shkambit kanë reaguar me dhimbje të mëdha duke cilësuar vrasjen një akt të pakuptim ndaj një personi të qetë dhe të dashur për komunitetin. Besajti Marsil Dadakaj shpreh tronditje të thellë. Ai nuk ishte vetëm xhaxhai ynë, por si kryefamiljar i shtëpisë. Është e pabesueshme që nuk është më. Ai ishte njeriu më i sjellshëm që nuk lëndonte askënd. Pse ja bën këtë? Edhe nipi i viktimës, Mark Gjura, thekson se i dyshuari kishte marrëdhënie miqësore me familjen. Autori ishte mik i xhaxhait, një njerëz që ka ardhur dhe ka ngrënë darkë me ne. Isha duke parë një ndeshje kur dëgjova për të shtënat në Prime 7. Më vonë më mori mami dhe më tha, vetëm është Franco. Familja e Shkambit kërkon që drejtësia në SBA të zbardh motivet dhe rrethanat e vrasjes, ndërsa miq, kolegë dhe antar të komunitetit shqiptar në Michigan janë bashkuar në dhimbje dhe omazhe për 44 vjeçarin, i njohur si punëtor i qetë dhe pa konflikte. Ndërkohë autoritetet amerikane po vijojnë hetimet për zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes dhe rolin e të dyshuarit.